Edona Lalloshi përkujton Jusuf Gërvallën në 80 vjetorin e lindjes së tij. Këngëtarja e njohur dhe njëherësh deputetja e Kuvendit të Kosovës, Edona Lalloshi, ka përkujtuar figurën e shuar të kulturës dhe politikës shqiptare, Jusuf Gërvallën, në ditën e lindjes së tij 1 tetor. Po të ishte gjallë, Gërvalla do të festonte sot 80 vjetorin, një datë e cila kujton trashëgiminë e tij të pasur në muzikë, letërsi dhe veprimtari politike. Me këtë rast, Edona Lalloshi ka vizituar shtëpinë muze të Jusuf Gërvallës, ku është njohur nga afër me veprën dhe kujtimet e lëna pas. Përmes një postimi në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, ajo ka ndarë disa fotografi nga kjo vizitë, duke shprehur respektin e thellë për personalitetin e tij. Për kujtim në 80 të vjetorin e lindjes së Jusuf Gërvallës, personalitet shumë dimensional i kohës moderne, i shuar në muzikë, në shkrime dhe aktivitete politike. I pakrahasueshëm, ka shkruar Lalloshi në mbishkrimin e fotografive. Jusuf Gërvalla mbetet një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare, i njohur për krijimtarinë e tij artistike dhe për kushtimin ndaj çështjes kombëtare, ndërsa përkujtimi i tij edhe pas 8 dekadash dëshmon përjetësinë e veprës që la pas. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.